Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Po vazhdojmë ciklin e emisioneve serike ku po flasim për temën e ndjeshme të magjisë. Siç ju kemi njoftuar, mysafir i emisioneve për këtë temë është Hoxha Vesim Avdiu, njëherët imam në xhaminë e Strukarëve në Tërnoc. Hoxh, mirëmbrëma dhe faleminderit që po na jep mundësinë të dimë më tepër rreth kësaj teme. Mirëmbrëma, faleminderit edhe për juve, një lavdërat veçantë për këtë emision që po e bëni, që ta zbartoni atë e cila është më nevojshme për popullatën që të kenë njohuri mbi këtë dukuri negative. E dim se Zoti këtë gjësi e ka kriju për një qëllim, ka kriju botën e me lajkeve, botën djallëzore, botën njerëzore, për një qëllim, këto që i ka dhënë amanet dhe i ka dhënë përgjegjësi, edhe gjithherë dim se bota me lajkeve është një botë që Zoti ka kriju për i dritës, edhe ata janë krijesa të mira dhe të buta dhe janë krijesa që i bojnë ibadet Zotit edhe nuk i bojnë gjuna. Pastaj Allahu ka kriju botën e gjinëve, që mujnë me thonë bota e djallëzore. Aja shumica prej tyre është devijuar nga rruga vërtet edhe është lejthitur, sa që ju ne gërsu aq shumë edhe aq shumë kanë dalë nga rruga vërtet edhe i kanë bërë mëkat shumë Zotit, edhe pak prej tyre që kanë bërë vepra të mira ose i kanë bërë ibadet Zotit. Kurse bota njerëzore është një botë mesatare, por ata Zoti tha وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ju kena sprovu, domethënë edhe me të mira, edhe me të këqija. Kështu që me të mira është që shkojmë në rrugën e vërtet, rrugën drejt udhëzimit, drejt shpëtimit, edhe rrugën të cilën e kanë edhe me lajket, ajo është rruga e Islamit, kurse Allahu ka thonë edhe fitna është në rruga e keqe, rrugë e sprovave të cilët janë gjërat e këqija në këtë botë, që Zoti na ka sprovu, ato janë në rrugët e devijuara, rrugët e botës së egër, botës djallëzore, edhe për ata Allahu na ka lënë që na ta zgjedhmi, na ka lënë një dëshirë që ta zgjedhmi cilën rrugë do ta marrim. Edhe nuk ishte me qenë interesant kjo botë për neve si botë njerëzore, jo për botën e melekëve, për arsye se Allahu botën e melekëve ka kriju që të jenë të pagabueshme, kurse botën djallëzore dhe botën njerëzore janë që kanë zgjedhje. Edhe Allahu subhanahu wa taala për shkak se ata devijojnë në rrugën e vërtetë, Allahu një kohë i ka shkatruar në përgjithësi, pasi që i kalon disa prej botës djallëzore, mirë po në përgjithësi i ka shkatruar. Kështu që edhe botën njerëzore Allahu subhanahu wa taala është që ka bëu që të jetë mesatare, do të bëjnë mëkate, do të shkojnë në rrugës djallëzore, do të pendohen, do të kthehen në rrugën e vërtetë, do të ketë njerëz të mirë, do të ketë njerëz të këqij, ndoshta do të jetë një shumicë të kohës ose një historisë, bota, domethënë njerëzore e keqe më shumë e ka mujt botën njerëzore e cila është e mirë. Po them se Allahu subhanahu wa taala ka thonë sikurse të lejthitni edhe dilni prej fejes krejt, unë do t'ju shkatroj edhe do t'a bëj një popull ata të cilët i bojnë ibadet Zotit. Po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse bota njerëzore do të ishin gjithë të mirë, Allahu subhanahu wa taala prapë do t'i kishte shkatërruar, për arsye se Allahu subhanahu wa taala don prej botës njerëzore që të jenë me gabime prapë të pendohen, me gabime prapë të pendohen. Mirë po jo të shkojnë sikurse bota djallëzore gjithë me gabime derisa të mundohen edhe ta shkatrojnë edhe vetveten edhe ta shkatrojnë edhe këtë botë. Kështu që e dim se në këtë botë kena njerëz mirë të cilët mundohen që t'i ndihmojnë njerëzve, mundohen që të bëjnë humanitet edhe mundohen që t'i shpëtojnë njerëzit, po përkundrazi kena edhe njerëz të këqij, ata të cilët bojnë vepra të këqija, vepra të shumtuara. Në këtë botë, domethënë djallëzore hinë edhe ata njerëz të cilët përgatisin magji për t'i shkatruar njerëzimin. Me një formë, domethënë prej magjive më të lehta deri te magjit më të rënda, duke i munduar njerëzit, duke i devijuar nga rruga vërtet, duke i bërë që ata të shkatrohen gradualisht. Mirë, prapë kena thonë se Allahu subhanahu wa taala e ka garantuar magjien se Allahu gjithsesi do ta prish, edhe Allahu subhanahu wa taala nuk e ka bërë që magjistari i gjithë është të korë sukses, mirë po vetëm me një kohë të caktuar, ashtu sa e ka bërë Allahu të caktuar për domethënë me sprovuar robën e tij. Ne dim se kena lloje të magjive të shumta që përdorin magjistarët. Pikërisht këtë dashta të njoftoj shikuesit se ne në emisionin e kaluar, në emisionin e parë, Hoxha na ka shpjeguar
më tepër rreth elementeve bazë të magjisë, ndërsa nga misioni sonëm edhe emisionet e ardhshme ne do të flasim më detajisht për këtë temë. Konkretisht sonte do të flasim për llojet e magjive, si paraqiten ato dhe cilat janë shenjat e parë për të cilët duhet pasur kujdes. Hoxh, unë këtë ditë kam lexuar dhe e kam kuptuar se ekzistojnë ka shumë lloje të magjive, po nga ana jote, cila është magjia më e lehtë, ta themi? Magjitë janë të shkallëzuara, domethënë prej magjive më të lehta deri te magjitë më të rënda. Si e kuptojmë se është një magji e lehtë, çdo herë e këshirmi nga kandi i asaj magjisë që sa ka shpenzuar shembull bota e magjistarit për botën e djajve, aq e llogarismi që është magji e rëndë dhe është magji e rrezikshme. Për shembull, nëse është diçka e lehtë, për shembull, sikurse magjitë e lehta që i llogarismi se janë magji në vezë, ose magji të cilët janë në zoj, ose magji të cilët janë në pula, ose për arsye se këto janë magjia të lehta me difar forme, për arsye se magjistari nuk shpenzon shumë për botën e djajve. Domethënë, ç'është llogarismi që është magji e lehtë dhe magji e rëndë dhe më e rëndë, aq sa magjistari flijon për botën e djajve të mallkuar prej mundit të madh të cilin e shpenzon, ose prej kohës madhe, ose prej sakrificës madhe, ose prej harxhimeve të cilët i bën magjistari për botën e djajve, atëherë kuptojmë se me të vërtetë është magji më e rëndë dhe magji më e rrezikshme, ose magji e cila mundon njeriun edhe më shumë. Magjitë e lehta janë magji në vezë të cilët i bujnë, ose magjitë në zoj, ose në pula, e therrin pulën, ose e therrin zogin duke e përmend emrin e djallit, magjistari, edhe therr atë pulë ose atë zog në emrin e atij magjistarit, ose edhe vezën e flijon në emër të atij magjistarit, edhe me atë vezë, domethënë e dërgon në shembull te një shtëpi, ose e lë në prag një shtëpisë, ose një tavan të një shtëpisë, ose me një vend ku nuk bjen si ajo vezë, kështu që ai mos mundi mirë ose me ndi ndonjë mërzi, këtë është një magji e lehtë, ose e pret një pulë ose një zog, edhe me gjakun atij e zogut asaj pulës shkon një stërpik pragun e derës ose shtëpisë, ose munduhet shembull përmes atij gjakut shembull me aqit edhe në ushqim, kështu që atë mundon jo dhe aq shumë, për arsye se nuk është edhe një magji shumë e rëndë. Për shembull, tham të çështja e flimit, kur bota e djajve të mallkuar lip prej magjistarit mi bo një magji, shembull, dikujt, ose magjistari lip, shembull, prej botës djajve, me bo një magji, edhe nëse ai flijon, shembull, diçka, për shembull, ndodh prej pacientëve që vjen dhe thotë nuk ndina mirë një javë në vit. Kur vjen ajo ditë, unë smuhem një javë, edhe mas një jave shërona. Edhe nga kjo kuptojmë për arsye se nuk ka shpenzuar shumë, domethënë magjistari për botën e djajve, përveç se për çatë javë sa me munduat personin, kurse të tjerën kohë e lojnë të lirë për arsye se magjistari nuk ka shpenzuar diçka të madhe që ai tan kohën mos ndihet mirë, po vetëm një javë në vit. Kështu që një javë në vit ai ndihet keq, kurse 51 javë tjera ai ndihet mirë. A mund të llogaritet si magji e lehtë dhe pijet, pasi kam lexuar se magji ka dhe mund bëhet edhe në pije? Magjitë janë që bën në ushqim, magjitë janë që bën në pije, magjitë janë që bën me ujna të ndyta për shembull, edhe çdo send e cila qitet në pije ose qitet në ushqim, edhe ajo që është për shembull e keqe, ose është e ndytë, ose është edhe manditë, ose për magjistarin e ka vështirë me bo një magji të tillë, atëherë njeriu do të njihet mundime aq sa ka pas vështirësi për përgatitjen e magjisë magjistari, edhe djajtë e mallkuar mundojnë atë personin. Për shembull, kena magji të cilët bën në ushqim, përgatisin një ushqim, për shembull magjistari, edhe në atë ushqim qet ujna të ndyta, ujnë të kanalizimit, urin, qet shembull nevojë, ose qet gjak domethënë të kafshëve, ose qet gjak të mujorëve, gjinjes femrore, e kështu me radhë, domethënë në ushqim e përgatitet, edhe mas andej
atë ushqimin kur e jep dikujt me ngronë, atër përmes çatij ushqimit ai ndihet keq ashtu si ka qenë forma për shembull. Nëse ka qenë shembull që magjistari ka therr ndonjë dele ose ka therr ndonjë kafshë të madhe ose bik ose lop, edhe ka qit gjakun e asaj lope. Në atë ushqim edhe ai personi i ka hungur, atëherë sigurisht ai do të ndihet më shumë i mundimshëm edhe do të mundohet më shumë prej asaj magjisë ai personi, për shkak se ai ka fliju magjistari diçka shumë më të madhe për djallin e mallkuar. Për shembull ka fliju lop ose ka fliju dele, ka bë harxhime për ata. Po ashtu edhe për gjakun shembull e mujore për arsye kanë vështirë që ta marrin për shembull. Sidomos magjistarët të cilët janë të moshuara kanë vështirë me marrë shembull gjakun e mujore për arsye se duhet, domethënë të hulumton edhe është diçka më e preferuar të djajt e mallkuar, pse se na duhet ta kuptojmë bota e djajve të mallkuar, dëshirat edhe ndjenjat edhe shijen e kanë të kundërtën me tonën. Nëse neve diçka na pëlqen, botës djajve nuk i pëlqen. Nëse diçka na urrejmë, botës djajve i pëlqen. Edhe sa më shumë na që ta urrejmë, aq më shumë domethënë botës djajve domethënë i vjen mirë. Edhe ndihen mirë edhe ndihen domethënë më të rrahshëm. Sa ashtu Zoti që më thon nga egërësirët të cilën me kalimin e kohës e kanë bërë ata, duke domethënë u bë tegër me Allahun ose me rrugën e vërtetë ose me njerëzit e mirë, ata kanë filluar aq shumë mu egërsu sa që edhe shija e ushqimit ju ka ndryshuar. Sa që prej dietarëve të mëdhenj kanë thonë pasi që Allahu subhanahu wa taala e ka larguar djallin e mallkuar prej mëshirës, edhe i kanë përmend që Zoti i ka thonë pasi që ti e kishe vendin në xhennet në parajs për të jetuar, se djalli i mallkuar i pari ka jetuar në parajs dhe në xhennet. Pasi që ki pas domethënë jetesën në parajs, ta ka mundësu Zotit tash me jetu ti domethënë në vendet e ndytura, në vendet ku janë kanalizimet, ku janë pleherat, ku janë shtëpitë e pabanuara, terta apo shpellë, domethënë ja ka bërë jetën. Pasi që ke qenë i bukur, Zoti ka bërë të shumtuar, ka qenë i jeshëm djalli i mallkuar kur ka qenë rob i Allahut, domethënë kena fjalën për iblisin, kur e ka larguar Allahu nga mëshira e tij, atëherë ka filluar domethënë të shumtohet fytyra e tij, të dalin mbrinat dhe të rriten veshët e kështu me radhë. Pasi që ushqimi i tij ka qenë i mirë, domethënë kanë hëngër ushqim të mirë, kanë hëngër pemë, në atë kohë domethënë djajt e mallkuar apo kryesori i djajve të mallkuar iblisi, Zoti ja ka mundësuar më së ndej që ata të hajnë domethënë ytyra, ngorësina, gjëra të cilat janë domethënë të këqija për neve ose nuk janë domethënë të pranueshme për organizmin tonë. Allahu ja ka bërë që ata të jenë të pranueshme për organizmin e tyre. Kështu që edhe bota e magjistarit tani fillon që djallëzohet edhe të afrohet të rinket. Kështu që thash se çdo send e cila është e ndytë dhe është e shumtuar ose është e papranueshme për organizmin tonë ose për jetën tonë, për djallit e mallkuar është e mirë. Kështu që tham se përgatiten në ushqim, domethënë i qesin ushqim. Për shembull, mund ka ndodhur si rast për përmendi që kena hungur darkë me një vend, domethënë, edhe duke ngrënë darkë, buka ka kërsit në përdhom, duke ngrënë, domethënë sikur se ka dhënë to, ose ka zënë to. E tash dikush prej njerëzve ka vetë shkahuo, pse po kërset buka diçka mos i ka rënë tokë ose është bu me zallë diçka. Jo, një plak prej plakave se arsjetoj se e kam blujt millin të mullini edhe ka qenë guri i ri, veç që ka fillu domethënë me blujt edhe ai guri ka lishu domethënë copat vogla të gurzve, edhe për ato po kërset. Edhe tash me kalimin e kohës kur e ku marrë vesh se ajo është një prej domethënë prej magjistarëve, atëherë kum kuptuar se domethënë çish në atë kohë domethënë ishte e hershme ajo darkë, e kum kuptuar se me të vërtetë ajo ka mujt me çit shembull edhe dvorrave domethënë në bukë edhe për t'ia dhënë mysafirëve me hungër, edhe unë kum hungur prej asaj bukës. Kështu që në këtë formë ata e bujnë domethënë magjien në ushqim. Po ashtu edhe në përpije kanë edhe ma lehtë, për arsye se tash njerëzit më shumë kur shkojnë edhe enden nëpër vende, shembull nëpër miqësi ose nëpër të afër me shoke, sidomos nëpër kafeterie kështu me radhë, në përpije i qesin domethënë që këto
pijet e ndytura, për shembull si që është uji kanalizimit, është urina, është gjaku, është zhiva, domethënë ka raste që edhe zhivë përmes pijeve, domethënë kafe, zakonisht se kafa është e padukshme, domethënë ma le të pi njeriu prej kafës. Edhe i qesin këto, domethënë në kafe ose në pije, edhe njeriu i pin edhe masandej, domethënë kur i pin, aja e pin një magji. Edhe tash kur e pin një magji një person, a është të thonë që minjera rrop magjia ose minjera ti smuhet? Jo, nuk smuhet minjerë, për arsi se është marrëveshje. Këtë dëshëm të dim, a mund të kemi një shenjë para se të na rrop magjia, me qenë se tash po flasim ju mund të dini, por për njerëzit e rëndomt, a mund ta vrejnë ata, a ka ndonjë shenjë me cilët përcaktohet se është ndonjëherë njeri e vëren shembull minjëherë për arsye se bota e gjejve na nuk e dim bash mirë, domethënë komplet botën e tyre, mirë po atëri diku e dim. Tash bota e gjejve të mallkuar momentin që hin në trupin një personit magji, edhe bota e gjejve minjëherë fillon ta sulmon atë njerin, atë personin, shembull që e ka mungur atë magjien. Për arsye se ne dim që i rrethomi nga bota e gjejve. Edhe kur rrethosh nga bota e tyre, domethënë ka mundësi domethënë çdo herë që ti të kish ndonjë sulm, mirë po nuk duhet që ti ta merresh një gjë tragjike. Pse se shpesh na mundemi domethënë me shkel, edhe ti mos më di që ke shkel. Për shembull ka njëri që ka shkel shumë, edhe nuk e ka di që ka shkel, ka thonë diçka koma, ja rumi, ja dhimbta të komës ka fillu, edhe ka menduar se me të vërtet ka diçka, domethënë ndonjë rum ose dhimbte ose ndonjë shtrëngim ose ka ndrjedh komën, ka bën ndonjë domethënë të përzdredh me kështu me radhë. A në realitet një shembull ka shkel dikund ose ka shkel ndonjë magji. Më thënë njeri nuk duhet ta merr atë tragjike shembull ku unë po musha me shkel gjam, domethënë magji ose me shkel botën e gjejve, unë duhet më kon shumë i rujtum. Jo, ti duhesh më koni kujdesshëm me përmend Zotin edhe do të flasmi domethënë me forma më së ndaj që duhet që truhemi prej magjive dhe që truhemi prej botës gjejve. Po ajo shka duhet ta ceki i them se njeriu kur shkel shembull në botën e gjejve, edhe bota e gjejve mujtet ta sulmohet. Qashtu edhe kur e han magjin, mujtet mu sulmo prej botës gjejve e cila nuk është e dedikuar, për shembull, prej magjistarit. Domethënë sa delsh prej atit ose për çati si ta pish magjin sulmosh. Pse? Se magjia e cila domethënë përgatitet për magjistarit, edhe ja jep një personit që ta përdor ose ta pi ose ta han atë magji, bota e gjejve të mallkuar e shohin atë magji sikurse diçka shumë e madhe ose shumë e me vlerë për ata, edhe ata fillon njëherë që të shkojnë te çaja magjia, edhe që të vendosen për arsye se e shohin veten çati më të rahatshëm. Për shembull, unë them, e marr një shembull, sikurse një diskotekë edhe ka shumë drita. Edhe në diskotekën ka vajza të bukura, edhe ka muzikë e joshse, ka. Edhe tash kur dalin ato dritat edhe rinia e diçka tërheq me shku në atë diskotekë. Pse? Pse e di se çka kanë to, ose i shef dritat edhe din çka kanë to. Ç'është edhe për botën e gjejve. Si ta shohin magjin që është trupi i një personi, ata fillojnë që ta sulmojnë. Jo djetë të cilët magjistari i dedikon. Kështu që ka mundësi mos mundi i mirë, shembull, ka mundësi edhe mundi i mirë se nuk sulmohet në çat vend ku e ka përdor magjin, shembull, ose ku e ka hongër magjin ose ku e ka pi magjin, nuk sulmohet prej botës gjejve të mallkuar, po hes një kohë, mas ndaj magjistari i dërgon në botën e gjejve për ta ruajtur atë magji dhe për të shkaktuar atij personi shembull mundime e tjera. Kështu që unë çdo herë edhe ku fol për çështjen pijeve, se për arsye se thash është më shumti që njerëzit mujten musulmon nga magjia, është magjia e pijeve për arsye se tash më shumti na shkojmë te njëri tjetri për të pi ose dalmi me një kafeteri për të pi sesa që domethënë shkojmë për të hajmë darkë ose të hongër bukë te dikush. Kështu që pasi që unë i kum këshilluar dhe rinjen, i kum këshilluar dhe nxënësit të cilët kanë qenë shkollë të mesme kur isha duke dhënë mësim, i kum thonë runu, sidomos mos përdorni pije çelta, ato të cilët domethënë shkonin për kafeteria shembull. Vetëm nëse i beson mirë kamarierit ose i beson mirë një kafeteri, shko pi edhe ha te çaja, se ka mundësi domethënë ndodh shembull zakonisht e na njihmi krejt. Mirë, po në qytetet e mëdha ndodh shumë lehtë. Shembull, shkon një magjistar edhe e shef një kafeteri që është shumë që shkojnë disa njerëz të cilët magjistari don që t'i bën keq atij
atime personave. Edhe shkon e blen një kamarier, shembull i afron çmim të mirë, thotë, unë të bëj diçka, edhe ti çato vetëm çit janë në ushqim ose çit janë pije. Çatimve personave të cilët kur vinë edhe unë të paguaj sa të dush ti. Pse për arsye se magjistari, domethënë e ka qëllimin që t'i bën keq se shkojnë njerëzit, domethënë smirës, njerëzit domethënë duke xhelozuar njëri tjetrin, shkoni afër magjistarit thotë nëse ti ja bën një magji filanit ose ja çet ose ja bën, atëherë unë do të paguaj kaq edhe magjistari bën pazare me njerëzit e këqij për t'i bërë keq njerëzve të tjerë domethënë të cilët janë të mirë. E kështu që i kum thonë runu prej pijeve çelta, zakonisht pijet të mshelta më shumë pinin, por arsye se pijet e mshelta s'ka mundësi me të çit diçka, an pijet e çelta mujtet me çit. Edhe vajzave i kum thonë ajo shka është ma prezente që mujtet me qenë, domethënë tek rinia, një vajzë në e do edhe s'unë e përfiton nga veti. Edhe i shkon edhe e hec edhe e gjendu një magjistar edhe i thotë me më bo për veti. Aja bën një magji dhe i thotë mundo me ja qitë në pije që këtë magjien, si që qish kur ta pija ja fillon domethënë automatikisht me dashtije. Në realitet ai nuk e don mirë, po ja çon atë magjien që bota djajve ja përzin ndjenjat edhe bota djajve ja bojnë sikurse që ti dush me dasht edhe ja imponojnë atë ndjenja edhe fillon ajo me dasht, edhe ajo mendon se ajo është duke dasht, edhe ja bën atë magji për ta përfituar atë vajzë. E kështu që kisha thonë domethënë një këshill për të gjithë vajzat e reja, sidomos ata të cilët janë vajzë të pashme, ato vajzat të cilët janë me autoritet të lartë ose janë një familjes që janë me autoritet të lartë, të kenë më shumë kujdes që mos marr të një gabim i tillë ose kur jemi tek llojet e magjive, ju përmendët rastet apo shembujt ku një magjistar mund të bëj magji për dikën. A mund tash hipotetikisht të themi, a mundet një magjistar pa e njoh personin në fjalë, thjesht bëj magji në masë, në ndonjë tubim apo ndonjë kafeteri apo në restoran, pa pas qëllim të caktuar për një person, po thjesht për tërë masën. Po, ka domethënë magji që janë të përgjithshme dhe ka magji të veçanta. Po magjitë e përgjithshme i kushtojnë, ka kost për magjistarin dhe rrallë magjistar që përgatisin magji të përgjithshme. Mirë, po magjitë e veçanta më shumë për arsye se i kanë cilë njerëz të veçantë që t'i lëndojnë ose që të bojnë që ata mos ndihen mirë ose ata që dojnë që t'i shkatrojnë kështu me radhë, a në përgjithësi rrallë magjistar që i përgatisin magji. Po edhe nëse përgatit, nuk është thonë se të gjithë i kaplon ajo magji ose të gjithë i godet ajo magji. Pse? Se ne duhet ta kuptojmë një gjë, se Zoti nuk e le që ta godet dikon një magji përveç se nëse don Zoti që ta sprovon, domethënë me caktimin e Allahit. Se unë e them, magjistarët kanë qenë, domethënë çdo kujt me i bë magji. Për arsye se bota e magjistarit pasi kur do të folmi për botën e magjistarit, do të flasim edhe më gjerësisht se pse ndjenja e magjistarit ose dëshira e magjistarit, çka don magjistari për botës njerëzore. Ai nuk don që të punon, ai don që të mirët vetëm me botën e magjisë, ai don që t'i bëjë njerëzve magji. Edhe qëllimi i magjistarit është që t'i përfiton njerëzit ka veti, që ai të llogaritet një lloj mbreti ose një lloj mbretneshe para njerëzve të tjerë, që ata njerëzit ta vlerësojnë, ta ngrisin, t'ia ndëgjojnë fjalët, t'i ndihmojnë, edhe të kenë humanitet ndaj atij personit ose t'i afrojnë gjëra të mira, domethënë në aspektin material e kështu me radhë. E kështu që magjistari i don me i bo një pjesës më madhe, domethënë magji, mirë, po nuk i rrok të gjithë magjia. Magjia i rrok vetëm Zoti kur don dikon me sprovu, atëherë e godet magjia. Kjo është vetëm sprov për të mirën e atij personi që ai, domethënë përmes magjisë që të bëhet më i vetëdijshëm, domethënë vetëdisohet më shumë, të hap syt më shumë, domethënë mos të bjerë ngraska e kështu me radhë. Domethënë Zoti e le magjistarin ose sikur ja lejojnë ose ja përcakton që magjistari domethënë kur i bën magji ta rrok një person vetëm që ta sprovon atë person ose ta afron nga veti përmes goditjes magjisë, për arsye se njeriu masandej është më i kujdesshëm. Edhe kjo duhet ta dimë fillimisht si rregull, çdo person të mirë e godet magjia. Domethënë kjo është rregull. Domethënë Zoti kur i sprovon njerëzit e mirë dhe njerëzit të cilët i don. Me magji, me gjëra të ndryshme, mirë, po kështu duhet ta kuptojmë se ka shumë njerëz të cilët janë të goditur me magji, edhe e bojnë një pyetje,
Pse bre mu me mbo magji, unë kur kujt be keq si boj, unë kur kujt s'jam mendoj të keqen, pse mu me më godit magjia, pse mu me ma bo ket njerëzit. Unë i thon pikrisht, pse je njeri i mirë, si bon kur kujt keq, edhe s'don kur kujt me i bo keq, por ata edhe njerëzit mundohen me të bo ti keq, por arsye se kjo është më së pari një sprovë prej Zotit, edhe dita është një neveritje prej, domethënë magjistari neveritet me tije, por arsye se tham botë kundërt është. Bota e magjistarit edhe bota e djejve të mallkuar me botën e njerëzve të mirë edhe botën e melajkeve. Është botë e kundërt, edhe sa herë që njeriu të bën vepra të mira, aq më shumë nervikoset magjistari dhe ndihet, ç'më thoni në nçmuar dhe ndihet i mlefost me atë person edhe ai don që të ndihet mirë. Atëherë i bën magji atij personit edhe ai tani nuk ndihet mirë, tani magjistari ndihet mirë. Domethënë është dëshirë e kundërt. Përmendet magjin tek personi të cilën dëshiron të doj, nëse mund të them këtë. Pastaj thatë se magjia mund të ndikoj vetëm më shumë ndikon tek personat cilët janë më të mirë. Unë ndërkohë kam lexuar se ekziston magjia edhe për të i bësh dikën për ta urryer. Nga ajo që tha se magjia mund më shpesh të godet atë që është person më i mirë. A mund të konstatohet kjo se magjia mund të llogaritet për nga mirësia e njeriut e jo nga imuniteti trupor? Këshire, kuptohet. Është vërtet pse Zoti i kalon të gjitha sebepet, shkaqet për të mbrojtur nga magjia. Përmendjen e Zotit, namazi, leximi i Kuranit, mbështetja tek Allahu, bindja më e fortë, besimi më i lartë tek Zoti, devotshmëria absolute. Gjitha këto janë ndikojnë që ja forcojnë njeriu imunitetin, domethënë bën njeriu që të jetë më i përmbajtur. Domethënë kur është njeriu më i përmbajtur, është vërtet që magjia më ka shansa të vogla për ta sulmuar se sa ai personi i cili ka imunitetin e lishtë. Pse gjinien femërore e rrok më shumë ti magjin. A kem nëse marrim krahasimin shembull me pacientët të cilët vinë ose me njerëzit të cilët janë të sprovuar me magji prej gjinies maskullore, gjinies femërore, ne gjejmë domethënë 95% gjini femërore vinë që janë të sulmuar nga magjia, 5% për gjinies maskullore. Pse domethënë gjinia femërore më shumë mos sulmu? Për arsye se na dim se gjinia femërore ka imunitetin e trupit më të lirë se sa domethënë gjinia maskullore. Edhe çështja e besimit, siç ka thënë pejgamberi Alisam kur ka bëu dialogun me Aishën radhiyallahu anha, Aisha si ka thënë pejgamberi Alisam, gratë gjinia femërore janë të mangëta, edhe në logjik, po edhe në fe. E tana Aisha i ka ardhur keq, i ka thonë çish i dërguari Allahut, hajde kallëzojmë në logjik, çish janë të mangëta. Atëherë pejgamberi sa ka bëu qartë duke e lexuar ajetin e borxhit se gratë duhen më konë në dëshmi dy fishin, domethënë nëse janë di burra, si janë di burra duhen më konë 4 gra, ose nëse është një burr duhen më konë edhe di burra 4 gra, ose domethënë një burr e di gra, ose një burr me di gra. Domethënë gjithherë është dy fishin. Domethënë një burr e ka forcën e memorjes sa 2 gra. Edhe pse ka thonë Zoti, për arsye se ja kujton njëja tjetrës se harrojnë. Domethënë nuk din me tregu rastin bash si duan, domethënë ajo tjetra shembull, thotë edhe që këtu harroj me kallzu, ose që këtu jo s'ke çështu, po çështu ke, por ata në dëshmi duan më kon 2 gra për me dëshmu për arsye se ka thonë Allahu njëja ja kujton tjetrës. Edhe e ka vetë, po atëherë kur mëzim logjik që jemi të mangëta, më shumë se burrat, atëherë na treguat edhe në fe, ç'ish mundim me qenë më të mangëta, ka thonë për arsye se gjysën e jetës e kalojnë të papastërta, për arsye se ajo kur i ka mujorët ose kur është në kohën e Leonisë, domethënë moslindjes, ajo nuk mundet as të falet, as të agjëroj, as të përmend, domethënë të lexon Kur'an ose domethënë mundet të përmend Zotin mirë, po është e papastër edhe ka mundësi domethënë me pas mangësinë fe, edhe ajo mujtet domethënë më shumë musulmu prej botës magjisë, botës domethënë djallëzore. Kështu që për ata them imunitetin kur e ka njeriu më të fortë. Pa marrë parasysh është i gjinies maskullore, i gjinies femërore, atë e sulmon më pak magjia se sa ata të cilët kanë imunitetin më të lishtë. Hoxh, deri tash folëm pak për magjitë e lehta. A mund ta bëjmë një shkallëzim pak të kalojmë tek magjitë më të rënda?
Mirë, folëm për magjitë e lehta, dhe është magjitë e lehta janë ata të cilët bëhen përmes ushqimit e pijes, edhe them se edhe prej magjive që i përmendëm në ushqim dhe në pije ka mundësi edhe me pas magji pak më të rënda prej tyre, mirë po ajo shka të cilët janë magjitë e mallkuara, të cilët janë magji shumë të rrezikshme ose magji që i lidh magjistari e që i dedikon për personat të cilët i urrejnë ose të cilët janë të dedikuara për me shkatruar personin, ka magji edhe më të mëdha, edhe më të rënda dhe më të rrezikshme. Po magjitë, domethënë të cilët më së ndej fillojnë për më bë më të rënda, janë magjitë të cilët i bujnë njerëzit përmes shkresës në hajmalia, përmes likurave domethënë të kafshëve, sikurse që janë likura e gjarpit, likura e qenit të zi ose likur e njerit e kështu me radhë, domethënë shkon në shkallëzime. Tha magji që bëhet në hajmali, domethënë bëhet shkresë. Çfarë shkrese? Bën shkresa disa simboleve të djajve të mallkuar, të cilat ato janë që i adhurojnë djajt e mallkuar ato simbole, ato shenja që ato shenja vetëm i kuptojnë djajt e mallkuar, po edhe disa janë të qarta për neve, sikurse është ylli me 5 rrema që i thirrët ylli i satanistëve, që nuk e ka formën e yllit, po e ka pak si të lakume, domethënë atë një prej rremave ka te poshtë, kurse 2 rrema i kanë lart kështu në këtë formë. Ajo është prej yjeve të cilët e përdorin bota e djajve të mallkuar që adhurojnë satanin, që është një prej djajve kresor, ose mundem me thonë prej atyve më të afërm të djallit mallkuar iblisit. Kështu që ata i përdorin këto shenja nëpër hajmalia për të tregu, domethënë botës djajve të mallkuar se na domethënë i adhurojmë këto djajt të cilët edhe ju i adhuroni e kështu me radhë. Kështu që bëhet magji në zinxhir, bëhet magji në dry, bëhet magji në likura, bëhet magji në thoj, në qime të flokëve, bëhet magji edhe në likurët njeriut. Për shembull, nëse marrmi shkallëzimi i magjive të mallkuara, shembull që bëhen prej trupit njeriut, fillojnë prej teshave. Teshat janë prej magjive, domethënë mesatare, mundemi të llogaritën, për arsye se e mundojnë njeriu edhe aq e mundojnë sa që të ekziston ajo tesh ose ajo tesh të kalbët. Kështu që më së ndaj ka një magji e cila është prej gjymtyrëve trupit njeriu, siç janë thojt ose janë flokët, të cilët i marrin edhe i lidhin, edhe thojt edhe flokë, domethënë ose dyjet njëja me tjetrën e kështu me radhë. Ajo është një magji e cila e mundon njeriu më shumë se llogaritet me magjive më të rënda se sa me e teshave. Më së ndaj kalon që është një magji edhe më e rëndë se sa magjia e thojve edhe e teshave, edhe e flokëve, është magjia prej likurës trupit, domethënë njeriu. Dikush thotë më mirë që ka mundësi që të merr likur trupit. Po mundet që të merr likur trupit, si zakonisht e bujnë këto plazmën e fëmijës, domethënë kur të lindë fëmia, ai mshillsi i fëmijës të cilën ja hekin, është një prej magjive më të rrezikshme të cilët llogaritet, edhe përmes asaj plazmës i bujnë magji asaj grujës apo qerve, i bujnë magji domethënë duke ia dhënë atë për ta ngrënë ose për t'ia dhënë domethënë ushqim ose për t'ia lidhë në përtesh ose kështu me radhë, që më së ndaj ta sulmon ajo magjia që llogaritet me magjive të rrezikshme. Për shembull, ka rast unë që kam dëgjuar prej pacientëve që ka vill prej magjive, edhe ka vill edhe dhomë. Domethënë ndodh që në ushqim domethënë i ka shti edhe dhomë, edhe e ka hungur dhomin që s'ka mujt me vrej që e ka hungur edhe dhomin, domethënë e ka vill edhe dhomë bashkë kështu dhomi njerit. Kështu që për gjymtyrëve të trupit, domethënë siç është plazma, është dhomi, domethënë këto janë magji më të rrezikshme dhe më shumë që e mundojnë. Edhe si arrin shembull magjistari përmes motrave të cilët punojnë në spitale që ti merr ato plazmat e fëmijëve duke u mshef mas asaj kinse po e marr për ilaç ose se kështu raste ndodhin që kanë kërkuar edhe ujë gjenazëve, filan gruaja po kërkon pak ujë gjenazëve por shka po i duhet për ilaç. Edhe gjanat e dyta, gjanat të cilët janë domethënë të shumtume, domethënë që duhen qiten në mbardhok, ato nuk janë për ilaç, për arsye se Allahu subhanahu wa taala edhe mjekësia nuk çojnë shërimin ato gjëra të cilat janë të dyta dhe janë domethënë
jo të shëndetshme për njeriu. E kështu që nëse marrim edhe i llogarismi domethënë këto njënjë mas tjetrës, sikur se është magjia e drinost, tash mundemi me fol për magjinë e drinost, zakonisht ndodhen që i bën magji dhe drinos atë magjien. Tash në çfarë forme drinos është? A merr diçka edhe lidh edhe drinos nat apo vetëm shembull atë drieshin ujin e xhenazës ose e shin 10 vorrave kështu me radh, edhe drinosat magji, atë e din vetëm magjistari si me bo, domethënë ka magji të cilët janë drinoste dhe ndodh shpeshherë që të prishën magjit, domethënë për pacientëve që i shohin magjitë e drinosta duke u prish. E kështu që unë e kisha dhënë një këshill, domethënë pasi që jena duke fol për emisionet, se si duhet trumim nga magjia dhe si duhet prishen magjit. E dim se është një urë për urave të cilët e shohim sot që është mbrizren edhe ka shumë drina të ndum natyrën. Edhe tash nëse e marrim nga kandi i besimit, edhe nga kandi i magjive, domethënë aty mundet me pas dri që janë drinos, domethënë magji, edhe shumica prej drinave janë të cilët vajzat me djemt i kanë shkuar dhe i kanë lidhë së bashku një drinë atë urën për shkak për ta drinos fatin ose domethënë në fati i tyre të lidhet. Dyjat janë të gabueshme. Domethënë të gjithë ata të cilët kanë du drinë në natyrë, të gjithë kanë gabu. O magjistari ka gabu edhe ka lidh një magji me ka drinos në atë urë, o personat të cilët kanë drinos fatin e tyre. Kjo është një vepër e cila bjen kundërshtim me bindjet e fesë islame, për arsye se ai i cili lidh fatet edhe ai i cili i ma të lidhur fatet është Allahu, nuk është drini i cili i ma. Edhe na nëse kena bindje se drini e lidh fatin edhe ma fatin, atëherë është një bindje e gabuar dhe është një prej mëkateve të mëdha. Kështu që unë kisha këshilluar të gjithë ata të cilët e kanë bërë një vepër të tillë, ta marrin edhe të shkojnë edhe ta prishin atë vepër edhe ta ripërtrin atë bindje, për arsye se është bindje shumë e gabueshme edhe është prej mëkateve të mëdha. Për magjistarin, domethënë është edhe mëkat edhe më i madh edhe shkatrues. Kur jemi tek pikërisht ajo që më ka çudit më shumë ti kur kam lexuar, ishte edhe kjo magjia përmes drive. Kur jemi tek ura pikërisht e Prizrenit, nëse 2-3 shkojnë edhe vendosin atë e lidhin fatin me drinë në atë urë, a mund të llogaritën se edhe ata 3 janë të prekur me magji apo thjesht po besojnë diçka që nuk llogaritën sa ata janë të prekur prej magjisë, por arsye se ata vetë kanë bë një vepër tillë, kënë se po dojnë me lidh fatin, ajo nuk është vepër magji, po është vepër që e kanë bindje si bindje, ajo bindje domethënë është e gabueshme, varet si ka rrjedh ajo bindje, nuk e di mirë, po me rëndësi është bindje e gabueshme për arsye se prek në besimin ton, për arsye se na thëmë se domethënë fati është ai i cili na ma gjallë dhe na ma të lidhur, është Allahu subhanahu wa taala, sa të doje na ma fatin e lidhur, nuk është drini. E tash nëse ti mendon se drini ta ma fatin e lidhur, atëherë ti me një farë i ke shoqëruar Allahun, domethënë në këtë vepër e ke shoqëruar. Kështu që në veprat të cilat Allahu subhanahu wa taala i bën që janë vepra që i përkasin vetëm Allahu, se ajo është ai i cili i lidh zemrat, ajo është ai i cili i lidh fatet, nuk kanë mundësi që njerëzit i lidhin mes veti ose me kësi vepra, atëherë e shoqërojmë Allahun me diçka, atëherë mundemi me llogarisë se është mundën me qenë edhe mbindje edhe prej shirkiateve. Nuk mundemi me llogarisë se është shirk i madh, mirë po mundemi me thonë se është një shirk i vogël që llogaritet prej mëkateve të mëdha. Gjatë shpjegimit përmende me një rast një shembull të dheut varrezave. Ndërkohë gjithashtu e përmende edhe ujin e kufomave. Këto dy magjit llogariten si të rënda apo mes me të lehta. Magjit e ujit xhenazës dhe magjit e varrezave janë prej magjive të mëdha dhe magjive të rënda. Domethënë që shekin apo njerëzit të cilët kanë pas probleme me magji dhe vitvorrave edhe magji me ujë xhenazave kanë pas vujtje më shumë edhe ka shku kohë më e gjatë se sa magjive tjera, kur thon prej kohëve më të gjata që kanë shku derisa ju prish ato magjia, ashtu i llogaritëm se mujten me qenë prej magjive domethënë më të rënda, se sipas shërimit ashtu edhe llogarismi se është magjia e rëndë. Kështu që kur them se prej magjive domethënë të ndryshme që janë, them edhe magjit të cilët janë në Himalija, domethënë që i shkruajnë letër, them shkruajnë ylla ose shkruajnë shenja. Po duhet ta cekë edhe pak të ndalet te kjo pikë që duhet me pas kujdes, domethënë gjithë
ata të cilët na ndjekin në këtë emision se kena magji që bën përmes shkresës, është përmes hajmalijes. Domethënë kena magji që një magjistar i përgatitë shkruan në shkresë në hajmali edhe lihet dhe masandaj atë hajmali e mshef dikund ose e jep dikujt për me bajt kinse me mendu se i bën dobi. Ka hajmalia të cilët shkruan, që shkruan prej disa xhallarëve, edhe ato xhallari kanë shkruajt ato hajmalia me pjesë të Kuranit, sikurse kanë shkruajt surën Ikhlas, surën El Felek, Nas, El Hamin, Ajetin Kursi, i kanë shkruajt në ato hajmalia edhe i kanë mbështjellë edhe i kanë thonë personave për mi bajt. Tash këtu e kem dy, domethënë kem xhallarë të cilët kanë shkruajt hajmalia që kanë gabu edhe nuk e kanë ditë që nuk bën një gjë e tillë, që ta shkruaj hajmalien për ta parë për arsye se hajmalia nëse e bën nuk bën dobi, edhe nëse ka shkruar me Kur'an, nuk bën dobi, edhe nuk mundet me trujt për arsye se Allahu subhanahu wa taala ka thonë sikurse ta zbresim këtë Kur'an me një kodër, kishit me pa kodrën duke u dridh nga frika ndaj Allahut. Atëherë dietarët islam kanë thonë fjalët e Kuranit nëse zbrisin me një kodër, atëherë kodra dridhet nga frika prej Allahut, ka thonë për fjalët se shkronjat, domethënë edhe letra janë të krijuara kurse fjalët të Allahu subhanahu wa taala të cilët gjenden në Kur'an ata nuk janë krijuar. Por ata më shumë ndikojnë fjalë kur ja lexojmë njeriu se sa nëse ja japim një hajmali e bën edhe mendon se ai hajmali ose një Kur'an të vogël që ai ta baje, mendon se ai Kur'ani mujtet ta mbroje. Kjo është një bindje gabuar dhe mendoj që xhallarët përpara kanë pas një bindje që kanë menduar se bën dobi, ai nuk ka bë dobi, as nuk i ka bë dëm njerëzve, mirë po dobi nuk i ka bë. Kështu që i kem dy lloje, domethënë xhallarët të cilët kanë shkruajt hajmalia, që kanë menduar se bën dobi, ai nuk ka bë dobi, po edhe njerëzit të cilët ju msheh mas emrit Hoxh, që ata kanë qenë magjistarë dhe falltor, kanë shkruajt hajmalia me shenja, duke shkruajt një pjesë të Kuranit, duke shkruajt shenja, duke shkruajt një pjesë të Kuranit, vetëm për ta krahasuar, domethënë simbolet e djajve të mallkuar me Kur'an. Kjo është një krahasim t'ia ose t'ia bën një barazim ose ta nënvlerëson Kur'anin. Ndodh shembull që shkruajnë hajmalia magjistarët, shkruajnë Kur'an, mirë po shkruajnë me gjak të mujorëve, shkruajnë me gjak të kafshëve, shkruajnë me urinë, domethënë hajmalia, edhe ja japin pas personave me bajt, kjo është vetëm për ta nënçmuar Kur'anin. Për shembull, më ka ndodhur një prej nxënësve ka thonë se Hoxh mu kena shku me familje te një Hoxh dhe ai Hoxha na ka shkruajt një hajmali. Edhe na ka thonë me bajt. I kum thonë po mirë, ku të ka thonë me bajt? Na ka thonë me lidhët hajmalien për beli, edhe domethënë me lidh, me një fash ose me një pe, edhe hajmalia më kone lishu me trite organi. Domethënë kjo është i bie që për ta nënçmuar Kur'anin, nëse domethënë magjistari në këtë formë e shkruan hajmalien edhe e shtin me bajt me një vend i cili është vend i dytë ose vend i domethënë që është i turpshëm i njeriu, në atë vend nëse e urdhron që ta bën një hajmali që ka në të Kur'an, atëherë kjo i jep me kuptues se ai magjistar ka dashur që ta nënçmon Kur'anin përmes hajmalisë që ja ka dhënë atij pacientit. Atëherë aty e kupton se me të vërtetë ki Hoxh, domethënë don që ta nënvlerëson Kur'anin, ta nënçmon Kur'anin ose shembull ke raste shembull që i thot Hoxha i cili më shefët mas emrit Hoxh, s'është Hoxh, po është falltor, i jep një hajmali një personi i thot bajën kulet. Njeri ku e bën kuletën? E bëm mas, domethënë nëse ulet në kerr, ulet për mi kulet, edhe ulet për mi hajmali. Ai hajmali ka Kur'an. Domethënë a lejohet domethënë na që ta ndojmë Kur'anin e tulmi në to? Ja, nuk na lejohet për arsye se kjo llogaritë se është në vlerësimi i Kur'anit dhe në nënçmim të Kur'anit. Kështu që na duhet ta kuptojmë se çdo hajmali është ndaluar që të bëhet. Edhe ka hajmalia të cilët nuk kanë dobi, po as nuk kanë dëm, mirë po ka hajmalia të cilët kanë dëm edhe janë të rrezikshme për arsye se i përmendëm se si magjistarët i shkruajnë disa hajmalia dhe ato janë të rrezikshme nëse njeriu domethënë i përdor, atëherë sulmon nga bota e djajve të mallkuar edhe nga magjit. Në momentin që i largon këto hajmali, ai fillon që të ndihet më mirë, ose kur të fillojmë edhe të folmi për prishjen, se si do të bëhet prishja e magjive, atëherë aja është që prishet hajmalia, domethënë magjia dhe lirohet krejtësisht prej asaj magjisë. Kur jemi tek magjitë e rrezikshme, shumë shpesh nëpër filma vizatimor apo nëpër filma të ndryshme shfaqen një lloj fantazie mes kuklës dhe gjilpërave duke u shpu. Ndërkohë unë këtë lloj
e kam pa kjo që mund të jetë një nga magjit më të rrezikshme, cilën nuk po mund ta kuptoj si mund bëhet magji përmes duke shku një kukull për një person larg. Po, kështu, vetëm nëse e marrëmi si kukull ai, se çdo kukull mujtet, njeriu për shembull, ai magjistari çdo kukull me marrë dhe përmes asaj kukullës me bu magji. Mirë po, a vetëm si kukull edhe me bu magji ju? Më thënë, duhet patjetër të merr një pjesë trupit, ose të merr një shkresë për atij personit, ose të merr një tesh, ose të merr një likur, ose të merr domethënë fije të flokëve, edhe ta lidh për kuklle, mëse kur e lidh për kuklle, edhe fillon që ta shpon me xhilpore, ose të fillon ta djegat kukull, ose ai fillon ta në personi që të ndihet keq edhe mos ndihet mirë. Domethënë patjetër duhet merr diçka nga pjesa e trupit atij personit për t'i bërë magji përmes kukullës. Edhe domethënë kur të lidh për kuklle ose shkres, ose flok, ose thoj, ose bez, ose domethënë pjesë e teshave trupit, atëherë e lidh për kukullë, atëherë edhe nëse shpon ai, mësën magjistari ose djeg kukullën, atëherë personi nuk ndihet mirë. Dhe sa më shumë që ta domethënë damtuaj kukullën ose ta përdor atë gërsiren duke shpu shumë xhilpona, duke i vendosur në kokë kukullës edhe në trup, atëherë personi i cili domethënë është dedikuar magji për atë person, ai ndjen dhimbje ose ndjen sikurse po shpohet me xhilpona ose po djegët ose këto e kem pa edhe në për video, të cilët sot qesin në internet prej magjistarëve të cilët dojnë me i tregu shembull personave që na jenë të bëjë diçka, e marrin një person e ndalin në rrugë, ja marrin një kimë të flokëve, edhe lidhin për atë kukullë, edhe i thonë ktheje domethënë kryt në aton ose kthon aton, edhe pas e marrin edhe ja nxehin dorën kukullës, dorën e gjatë me shkeps, edhe i thonë ku po ndin nxehtë ajo, o thotë kum fillu me ndin nxehtë dora e gjatë. Domethënë edhe aty por aty domethënë i tregojnë se si mundën më bu magjitë e magjistarëve. Edhe kena sot video të cilët po i shohim edhe qartë. Një nga ato magjit që më ka lënë ta them përshtypje se si mund bëhet magjia, ishte edhe magjia, ndoshta edhe gabim e kam kuptu, prej magjisë kalohet në çmenduri. Është magji e çmendurisë apo si mund? Këtu te dedikimi, domethënë llojet e magjive domethënë për shka dojnë me i bë personit. Tash nëse flasim për mundimet të cilat dojnë me ja dediku, shembull personit që dojnë me i bë mundime ose me shkatru, janë magji shembull për ta bëjë që i personit ndihet i mërzitshëm, të ikë gjumi, të vetmohet, ta ketë qef më shumë vetmien, ta ketë qef më shumë të neje në për vende të errta, të ketë grindje mes familjes, të ketë grindje mes burrit edhe gruajës, të bëhet ndarje mes burrit edhe gruajës, të personi duke u vetmu të kalojë të rinë shmenduri, për arsye se personi duke u vetmu prej asaj magjisë fillon që të ndihet keq, se derisa mendon shembull se është çmend, se fillon që të ndin zëra, fillon që të sheh figura, fillon që të sheh hije të zeza kështu me radhë, edhe ai person shembull përmes kësaj fillon që të lodhet psikikisht edhe fillon të mendoj se unë domethënë një smut psikikisht, për arsye se dedikimi i magjisë është me menduar që është çmend ose me mendu të tjerë se ai person është çmend, edhe mu llogarisë është magjia e çmendurisë. Magji domethënë shkatrimit familjes, për shembull i bujnë nanës magji, fëmijët nuk i rahat, fëmijët kanë pengesa në përparim, shembull ka prej fëmijëve të cilët nuk mundën ta kryejnë fakultetin, ka prej fëmijëve vajzave djemve që nuk mundën të martohen, ka prej fëmijëve të cilët nuk mund të punsohen e kështu me radhë. Domethënë duke i bërë magji një nanës për fëmijët e saj mos kenë përparim, mos kenë integrim në shoqëri e kështu me radhë. Domethënë në këtë formë janë lloje të cilët dedikohen magjit prej magjistarëve për të shkaktuar njerëzve probleme në jetën e përditshme. Një nga ato magjit e famshme, ta themi, që shumica e njerëzve kur t'ja përmendsh magjin, përveç magjisë me hajmalia, gjithmonë ka rënë si magjia me zhidh.
Magjia e zhivës, për shembull, bëhet magji në zhivë, edhe atë magji, në shembull ka raste që ja qesin njerit, shembull para derës shtëpisë ose ja qesin në shtrat ku flen. Edhe magjia në zhivë, ajo kur qitet me një vend shpërndahet shumë, për arsye se na dim se zhiva ndahet në shumë ngrimce të vogla dhe njeri nuk e shef. Edhe mash kur bjerë në atë shtrat, ai fillon që smot për botës djevit mallkuar, domethënë për arsye se ja zhiva e prek trupin e tij dhe fillon që të ngjitet për trupin e tij, ose shkel në atë zhivë dhe ajo fillon që të ndihet keq, ose prej dhëvit vorrave që cilën ja qesin para prakut derës ose në borrin, që ai kur të shkelë atë dhëvin e vorrave, masandej nuk ndihet mirë, për arsye se fillon që të ndihen dhimbta, fillon që të ndihen mërzi, fillon që të ndihen dhimbta në kom e kështu me radhë. Edhe në ushqim ja qesin zhivën, edhe në pije ja qesin, domethënë zhiva mund të përdoret edhe shkaku vërejt që prej magjive më të rënda mundet më llogarit edhe magjia në zhivë kur ja japin ushqim ose në pije, për arsye se ajo hin në trup edhe fillon që ajo të shpërndahet nëpër krejt trupin, edhe prej personave të cilët e kena pasur me të vërtetë është i sëmur nga magjia e cila është me zhivë, ka dhimbta nëpër trup, edhe dhimbta të vogla, edhe nëpër krejt trupin, jo vetëm nëpër nyje, por ka nëpër krejt trupin dhimbtë, edhe ndjen dhimbta të mëdhaja prej botës djevit mallkuar, por se ku hecë e zhiva, ku është stacionuar nëpër trup ose ku është nëpër gjak duke lëviz, pasi që edhe disa persona ndjen dhimbtën duke ecë nëpër trup, e këto janë prej shenjave që ai mundet me pas një magji e cila është bërë magji në zhivë kështu me radhë. Nga përvoja jote që ke pas, a mund ta llogarisësh magjin me zhivë si më të rëndën? Po, domethënë prej magjive më shumë që kanë shkaktuar personave dhimbta, mundime, domethënë është magjia të cilat ja kanë bën likurë, magjia të cilat ja kanë bën ndryna, magjia të cilat i kanë bën zhivë, magjia të cilat i kanë vorros për shembull, ose i kanë vendosur nëpër kufoma, këto janë llogarit prej magjive më të rënda. Magjit e lidhta në tesha, magjit e lidhta në flok, magjit e lidhta nëpër likura, gjitha këto domethënë e kum pas se magjit shka janë të lidhta, edhe magjit shka janë drinoste, edhe magjit shka janë të bëme në zhivë ose në likura, i kum pas se janë magjia më të rënda, për arsye se pacientët kanë pas vujtje më shumti, për arsye se gjatë trajtimit, shërimit magjisë, aty për aty ju kanë shfaq këto magji dhe i kanë pa këto magji ose i kanë pa në ëndër këto magji, edhe ato persona kanë pas vujtje më shumti për këtyre magjive. Hoq, faleminderit edhe një herë që na shpjegove këtë lloje të magjive. S'ka përse, faleminderit edhe për juve për këtë emision. Inshallah, don Zoti zbardhët edhe njerëzit e kuptojnë se në çka mundet me pas magji dhe dobit e asaj pse duhet të informojnë popullatën për këto, edhe dobit se si më ardhi te prishja se te rite shërimi i këtyre magjive. Shikues të nderuar, ne sonte me Hoxhën folëm për llojet e magjive dhe shenjat e tyre, ndërsa nga emisionet e ardhshme ne do të flasim një nga një për secilin lloj të magjive, se si të shërohen